Rikthehemi në program, po diskutojmë të gjitha zhvillimet më të fundit sa i përket lindjes meshme, një plan armëpushimi për rripin e Gazës, i cili do të sjellë lirimin e 20 pengjeve të gjalla, ndërkohë në fazën e tij të dytë parashikohet edhe dorëzimi i trupave të cilat kanë humbur jetë. Do dua të rikthehem edhe një herë tek ambasadori Sokol Gjoka për të folur pak tashmë për le të themi mosmarrveshjet mes palëve. Zoti Gjoka, Hamas ka refuzuar një bord ndërkombëtar, duke thënë se duhet të jenë palestinezët ato që do ta qeverisin enklavën. Nga ana tjetër, zoti Gjoka, kemi edhe Izraelin i cili nuk pranon kurrësësi që të ketë një ndryshim të planit me 20 pika që në një mënyrë apo një tjetër u hartua dhe u dakordësua nga vetë ata. Kush do të jetë hapi i radhës i Shteteve të Bashkuara për të sjellë palët më pranë, duke qenë se edhe Donald Trump tha ditën e djeshme se Hamas ka negociator jashtëzakonisht të mirë dhe për fatin e tyre të keq, kjo sjell edhe pengesën e negociata. Është ju përmendët një çik problemin e divergjencave në qeverinë e Izraelit. Edhe kjo ishte e pritshme, sepse aty ka ministra të cilat përfaqësojnë krahun radikal dhe krahun religioz klerik radikal të Izraelit. Te këta natyrisht të priteshin që të ishin pengesa, por unë nuk mendoj se këta do ta pengojnë ratifikimin ose miratimin e marrëveshjes së arritur në Sharm el Sheikh midis palëve dhe natyrisht të bekuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me ndërmjetësinë e Egjiptit dhe të Katarit, kështu që edhe Hamasi nga ana tjetër ka dhe ai pozicionet e veta dhe qëndrimet e veta në raport edhe me marrëveshjen në tërësi, por edhe me pikat veçanta të kësaj marrëveshje. Krah politik i Hamasit është krah më i moderuar, kurse krahu ushtarak është krah më radikal, sepse janë ata që përballen me luftën, me pasojat që veprojnë në terrenin e luftës, kurse krahu politik vepron kryesisht në Doha të Katarit dhe ndaj dhe divergjencat midis tyre janë her pas here diku më të dukshme, diku më pak të dukshme. Por megjithatë divergjenca ka dhe këto dihet. Por fakti që palët janë dakordsuar për marrëveshjen dhe natyrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e thatë dhe ju në njoftimin tuaj, që do të jenë garant i kësaj marrëveshje, natyrisht përbëjnë një gur themeli për realizimin e kësaj marrëveshje. Ambasador, kam një pyetje për ju, se më thatë që nuk ka gjasa që... Ja, se nuk kam dalë akoma ke përgjigja juaj, që ka të bëj me nëse Hamasi do ta pranoj këtë, ta themi, instrumentin ndërkombëtar i cili do të monitoroj proceset e realizimit të paqes dhe armëpushimit në rripin e Gazës. Nga ana tjetër, është rënë dakord edhe pikat e marrëveshjes e kanë që do të ketë një komitet të posaçëm autokrat me ekspert palestinez, të cilët do të ndërmarrin të gjitha proceset në dorë, pra do të ndërmarrin në dorë të gjitha proceset e stabilizimit dhe më tej të zhvillimit të rajonit të dëmtuar tashmë në masën mbi 90% të rripit Gazës, por natyrisht duke u monitoruar nga faktori ndërkombëtar. Edhe unë do të bëj këtu një paralele edhe me Kosovën. Ashtu siç ishte edhe në një farë mënyrë është edhe sot e kësaj dite unë miku për shkak të rezolutës së sigurimit 1244, por aktualisht shikohet që institucionet e Kosovës kanë marrë përparësi, pra fillimisht institucionet e Kosovës pavarësisht se u krijuan dhe në një po flasim për një krahasim paksa të rëndë, mendoj. Jo, është krahasimi sepse duhet kuptuar se çfarë rol duhet ketë faktori ndërkombëtar. Dhe ky institucion monitorues ndërkombëtar, ashtu siç u krijua edhe në Kosovë. Fillimisht kompetencat e tij ishin të mëdha, pastaj erdhën duke u zbutur deri tashti ka ardhur koha që ato nuk duhet të funksionojnë më. Dhe është kërkuar që edhe të reduktohet roli i UNMIK-ut, jo vetëm në veprimtarinë zhvillimore politike brenda Kosovës, por edhe në forumet ndërkombëtare.
Kështu që edhe këto institucione që do të vendosen në rripin e Gazës, që do të monitorojnë procesin, madje për mendimin tim jo vetëm në rripin e Gazës, por në gjithë territoret palestineze, edhe në bregun perëndimor, ku do t'i japi një frymëmarrje tjetër dhe autoritetit palestinez për reformimin e forcave politike dhe të institucioneve të Palestinës, do të bëjnë të mundur që rripi i Gazës të rindërtohet dhe nga ana tjetër i gjithë shteti palestinez i vendosur në atë rajon, ku dihen tashmë dhe që do t'i përqasen, si thush, përcaktimeve të vitit 67, pra me kufi edhe me kryeqytetet respektive, do të marri pastaj statusin e një vendi antar të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku shikohet si e vetmja zgjidhje për problemin Izrael-Palestinë. Pra, një zgjidhje me dy shtete që të jetojnë në paqe. Por Donald Trump sapo tha, më falë që ndërpresë, se këtu duhet ndalemi. Donald Trump ka luajtur me diçka tillë, pra ka lënë nenin 19, i cili parashikon shumë qartë mundësinë e krijimit të një shteti palestinez, dhe sot sapo tha që gjithçka për cilën unë kam folur ka qenë paqe dhe jo një zgjidhje me dy shtete. Nuk e kam thënë kurrë diçka të tillë. Dhe nëse flasim edhe për Kartën e Kombeve të Bashkuara, janë Shtetet e Bashkuara që sot mbajnë mbrapsht këtë proces për shkak të interesave strategjik me Izraelin, për të hequr veto në mënyrë që Palestina të jetë një antar i plotë i Kombeve të Bashkuara dhe mos të ketë vetëm statusin e vëzhguesit. Kjo është e vërtetë që Shtetet e Bashkuara janë ato të cilat e mbajnë peng procesin e njohjes së shtetit palestinez, por nga ana tjetër ne pam së fundi një furi shtetesh edhe vende të rëndësishme tashmë të botës të cilët e njohin shtetin palestinez. Dhe kjo njohje u bë për vetë faktin për të ndaluar rrethfaqin ushtarak të Izraelit në rripin e Gazës. Dëmet e mëdha kolaterale si në institucione, në qendra banimi, por aq më shumë edhe në jetë njerëzish. Kështu që duke ecur në rrugën e balancave, ku të mbahen në balancë të dy këto vende, natyrisht Izraeli si një vend që ka disa përparësi në raport edhe me vendet e tjera të lindjes mesme, pra në pikpamjen gjeopolitike, por edhe në pikpamjen demokratike, por nga ana tjetër duhet me do e mos që t'i jepet fund një herë për gjithmonë konflikteve disa dhjetra vjeçar që kanë quar në këtë lloj situate ku kemi pas humbje, bilance humbjesh jetë njerëzit sikur do të ishin luftime midis ushtrive përballë njëra tjetrës. Kështu që kjo gjë ka ardhur, ose ky qëndrim, ose kjo pika 19 e futur në plan ka ardhur në një farë mënyre edhe si rezultat i presionit ndërkombëtar mbi Izraelin rreth, por në një farë mënyrë që e ka dëgjuar edhe Washingtoni. Ndërkohë, ndoshta ambasador, do na duhet të presim shumë gjatë për të parë edhe formimin e shtetit palestinez, siç ju e thatë, do të ketë organizma ndërkombëtar që do të kujdesen për Gazën, e duhet ndalim pak edhe tek zhvillimet e fundit, Eugjina, nëse do të na duhet kohë për të parë krijimin e një shteti palestinez, nuk do të na duhet kohë për të parë se kush do ta fitojë çmimin Nobel për paqe ditën e nesërme. Donald Trump e përmendi edhe ditën e sotme në konferencën për shtyp, duke thënë se ky është konflikti i tetë që u zgjedh. Nga ana tjetër Zelenski i tha që do të ndihmojmë ne ta fitosh atë çmim, mjafton të na japësh Tomahawk. Si shikon gjitha këto lëvizje kaq të përshpejtuara? Për ta dramatizuar pak, kur deliri i Trumpit bëhet bashkë me humorin e Zelenskit që me sa duket nuk e paska lënë edhe gjatë kësaj periudhe, mund të dëgjosh dhe nga këto deklarata. Kam përshtypjen që Trumpi, dhe ndoshta ky është gjykimi im, është pak larg të marrë të çmimit Nobel për shumë arsye që e kanë sjellë deri këtu. Ai ka qenë një biznesmen, po ka qenë dhe showman, pra ka patur një background, le të themi, që nuk e ka lënë jashtë disa konflikteve me gjykatat. Nga ana tjetër, i gjithë ky deliri i zgjidhjes së luftrave të njëpasnjëshme duket sikur është vetëm në kokën e Trumpit, sepse ndërkohë konfliktet vazhdojnë. India akoma vazhdon dhe e pranon që nuk ka qenë Trumpi i cili ka ndërmjetësuar për armëpushimin mes Indisë dhe Pakistanit, por po aq që shikojmë që vazhdon edhe lufta në Ukrainë, por edhe Gaza gjithaq. Unë mendoj që kemi pak orë
që na ndajnë për ta parë nëse Trumpi do ta fitojë apo jo çmimin Nobel. Megjithatë, nëse do t'i rikthehemi pak edhe historikut të vet Nobelit, personi i cili e ka krijuar, le të themi, këtë çmim, është një person i cili ka shpikur dinamitët dhe ka investuar për prodhimin e armatimeve. Ndaj, nëse do t'i rikthehemi historisë apo gjenezës së Nobelit, mendoj që Trumpi mund ta meritojë çmimin e paqes, ku kemi edhe presidentë ndryshëm. Obama, për shembull, ka qenë njëri ndër tyre që disa thonë që e ka fituar çmimin Nobel vetëm për shkak të ngjyrës së lëkurës, por pash kemi edhe Henry Kissinger, për shembull, që e ka fituar dhe ndoshta për kritikët e mëdhenj të Kissingerit, një nga arsyet më të mëdha pse ai mund ta ketë fituar është se ka zgjeruar luftën e Vietnamit në Kambodgje. Andaj mund të themi që çuditëra po dëgjojmë dhe po shikojmë këto orë të fundit. Megjithatë, me Nobel apo jo, do të jetë një kredo e madhe politike për Donald Trump në muajt e parë të detyrës, mbyllja e kësaj lufte në Gaza dhe gjithashtu edhe dëshira e tij për të mbyllur luftën në Europën lindore. Zoti ambasador Sokol Gjoka, faleminderit që ishit në program. Ju Sotiri, faleminderit që ishte me mua mbrëmjen e sotme, ndërkohë të gjitha pasojat e kësaj marrëveshjeje, por gjithashtu edhe zhvillimet pozitive, siç është edhe lirimi i pengjive, do të kemi mundësinë të ndjekim së bashku javën e ardhshme në War Report. Bëhet fjalë për lirimet e para të cilat mund të ndodhin mëngjesin e së hënës, ndërkohë unë ju rikujtoj se mund të informoheni në çdo kohë në abcnews.al si dhe të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. Së bashku do të shihemi sërish të hënën, bashkë natën e mirë.